Planet operative me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion janë në vazhdimsi në zbatim nga Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Gjakov. E gjithë kjo pas analizave të situatës në trafik dhe planifikimeve vjetore. Parandalimi i shkeljeve më të rrezikshme në komunikacionin rrugor është në fokus të kësaj njësie, përfshirë këtu tejkalimin e shpejtësisë së lejuar, përdorimin e telefonit gjatë ngasjes, mos respektimin e sinjalizimit dhe përparësisë, tejkalimet në vende të ndaluara, ngasja në ndikimin e alkoolit, mos përdorimin e rripit të sigurisë dhe transportin e pasigurt të fëmijëve. Gjatë periudhës 1 janar deri më 9 prill 2025 janë shqiptuar gjithsej 11.969 gjoba. Janë sekuestruar 522 patent shofer si masë mbrojtëse dhe janë mbajtur 5 ligjërata në shkolla, në kuadër të planit Siguria e nxënësve në rrugë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024, vërehet përmirësimi i ndjeshëm në aspektin e sigurisë në rrugë, duke u ulur përqindja aksidenteve me lëndime trupore deri në 28%. Numri i aksidenteve me dëme materiale është zvogluar me 21% dhe numri total i aksidenteve është ulur për 27%. Këto rezultate kanë dëshmuar efektshmërinë e masave parandaluese dhe rritjen e vetdijes në trafik sipas Njësisë Rajonale të Komunikacionit Rrugor në Gjakov.